Përshëndetje për gjithë dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtu në klinikën te. Shëndeti oral është shumë se sa një buzëqeshje e bukur. Madje, problemet me dhëmë, me mishrat e gojës, shpesher janë shkaktarët që kemi një cilësi të jetës jo të mirë, kemi probleme me ushqyeshmërinë, shpesher me vetbesimin, e në disa raste edhe me probleme në organizmin në tansi. Për të njohur më mirë problemet dentare, për të kuptuar më mirë disa nga mitet të stomatologjisë dhe mbi gjitha rëndësinë që kanë kontrollat e rregullta tek stomatologu, këto dhe shumë të tjera do t'i diskutojmë sot në studio. Unë kam kënaqësinë që këtu me mua është doktor Basri Oruçaj, stomatolog. Doktor, përshëndetje dhe mirë se erdhën në klinikën tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Doktor, na tham fillim që shëndeti oral ka një rëndësi për gjithë organizmin. A na tregon më specifikisht ku qëndron rëndësia e saj? Sigurisht. Unë do të mundohem që sa më qartë dhe sa më thjesht me shpjegu për publikun e gjerë. Në kuptimin klasik të fjalës, shëndeti oral nënkupton gjendjen e indeve të forta dhe të butë të hapësirës gojës. Sipas definicionit të OBSH-s, me shëndet oral nënkuptojmë mungesën e dhimbjes në regionin orofacial, mungesën e smundjeve të gojës, edhe mungesën e çrregullimeve që e pamundësojnë funksionet bazë siç është folurit, përtypjes, përbirjes e të tjerë. Ndërsa në kuptimin më të gjerë, që atë nëse flasim për rëndësinë e shëndetit oral, atëherë domosdoshmërisht ne do të themi që shëndeti oral është pjesë e integruar e shëndetit përgjithshëm. Pse kjo lidhje reciproke që bëhet zakonisht mes të dyjave është për shkak se shumë sëmundje sistemike mund të japin simptoma në hapësirën e gojës të kavitetin oral, por edhe anasjelltas shumë sëmundje tjera sistemike munden mu injicsu ose mu shkaktu duke filluar nga hapësira e kavitetit oral. Shembuj të tillë kemi plot, nëse flasim për shembull sistemin kardiovaskular, se zakonisht njerëzit kur flasin për dhëmb kanë tendencë me minimizuar çështjen estetike dhe sigurisht edhe është e rëndësishme. Mirë, për shembull nëse flasim sistemin kardiovaskular, bakteriet që gjenden prezent në kavitetin oral, në këtë rast Streptococcus viridans, është shkaktari kryesor i cili përmes qarkullimit të gjakut, futet në qarkullim gjakut dhe shkon kolonizon valvulat e zemrës, rrjedhimisht duke shkaktuar endokardit bakterial. Për fat keq, mortalitetin e ka shumë të lartë endokarditi bakterial. Pra, diçka që shumë po duket e thjeshtë në fillim, mirë po e shohim që pasojat janë shumë mëdha. Po ashtu kemi shembuj të ndryshme, për shembull diabetit, ku është një lidhje reciproke, ku diabeti e përkeçson furnizimin me gjak të periodontitit, e shkakton, dhe anasjelltas ku prezenca periodontitit pastaj ka me rritë rezistencën insulin dhe rrjedhimisht ka me bë më pak të efektshme. Shembuj të tjerë kemi plot. Për shembull të 7 zonat, është shumë e rëndësishme se prania një bakteries, e cila shliron enzimet e veta edhe përmes ndërmjetuzve inflamator, kjo ndikon masanet që me rrit kontraksionin e mitrës, uterinës, edhe rrjedhimisht me shkaktu lindjet parakohshme. Te sistemi respirator, për shembull, keni dëgjuar shumë shpesh për smundjet në popull dëgjohet si nxënje frymës e të tjerë, që në termi shkencore COPD-ja, që është obstructive constructive pulmonary disease, e cila nëse është gjendja orale jo në rregull ose jo adekuate, atëherë edhe kjo përkeçon atë gjendje. Po ashtu kemi të artriti reumatoid, ku kemi dëgjuar për shembull që ka pas një vatër të infeksionit për një kohë shumë gjatë në dëm. Zakonisht infeksionet kronike janë të heshtuna, se këto akute japin dhimbje, japin shqetësime dhe lajmëron te stomatologu. Nëse keni ndryshim në majën e rrojës dhomit, ajo qëndron ndoshta për 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet e të tjerë. Është vërtetuar sipas studimeve të shumta që është përgjegjës për që bakteriet që çlirojnë që të enzimën, ajo tani aktivizon antitrupat, edhe çto antitrupat tani mas e fillojnë luftojnë veten e vet. Anti-CCP në jetën edhe të tjerë. Pra me fjalë të tjera, nëse shen shumë sfera ndryshme, madje studimet e fundit është vërtetuar është gjetë prania e bakteries, Streptococcus viridans më shumë, por edhe piriformis, gingivalis, i cili tani është gjetur edhe në trupin e pacientëve me Alzheimer. Pra, prej një problemi shumë klasik teknik, po shkem edhe me shkaktuar smundje neurodegenerative, siç është këtë rast Alzheimeri. Mos flasim tani masanej për gjendje që janë shumë të rrezikshme, që kërkojnë intervenime urgjente, siç janë infeksionet hapësisë në regionin orofacial. Për shembull ki angina ludovikit, që është infeksion i dyshemisë së gojës, i cili cënon rrugët e frymarrjes dhe brenda disa ditë mund të përfundojë me vdekje. Po ashtu tjetër kemi trombozën e sinusit kavernoz, ku një infeksion banal, ta quajmë në hapësirën e hundës, ku përmes rrugëve retrograde ai mund të shkaktojë edhe trombozë të trurit. Përkatësisht mund të përfundojë edhe me fatalitet. Pra me fjalë të tjera është
Ndonse në pamje duket ashtu maja icebergur, po është shumë e rëndësishme edhe për shëndetin në përgjithësi. Pra mund të themi që dhëmbët mund të atakojnë pothuajse gjitha sistemet e organizmit njeriut. Sigurisht, sepse sistemi i organizmit njeriut është si një makinë që nëse një pjesë nuk funksionon, ajo do të lajmërohet diku tjetër. E cilat janë, doktor, problemet më të shpeshta dentare që i hasim në ditët e sotme? Realisht kemi një numër të madh smundje dhe shqetësime të njerëzve që vijnë në klinikat tona. Kryesisht dominon kariesi, po edhe smundjet paradontale, mishit dhëmbëve, po ashtu tani kemi shumë raste trende shumë rritjet, dhëmbët e impaktuar, semi-impaktuar, frakturat e ndryshme e të tjerë. Në popull ndoshta që dëgjohet më shumë edhe do të mundohem me shpjegoj në mënyrë sa më të thjeshtë mundshme. Çështën e kariesit keni dëgjuar besoj të gjithë. Në definicion, kariesi është një smundje multifaktoriale, domethënë e shkaktojnë shumë faktorë. Është reversibile me kush nëse nxihet në stadet e para të saj. Edhe mekanizmi që vepron në dhomë shkakton demineralizimin e dhomit. Tash, nëse mundohemi me shpjegoj pacientëve se as doktor, as kudo në botë mrekulli nuk bën. Organizmi ynë është vetë i krijuar që ashtu në çat mënyrë që me maj çat ekuilibrin. Nëse ke ngrënë ushqim ka mbetur një mbetorinë aty, prania mikrobakterëve që është shumë e madhe në hapësinën e gojës, ajo tani mund të ndikojë që të zbërthejë ato mbetorinë të ushqimit, metabolizon karbohidratet, edhe rrjedhimisht ta bën mjedisin acidik. Sa më acidik që bëhet mjedisi, aq më shumë demineralizohet zmalti i dhëmbit, për shkak se zmalti i dhëmbit është strukturë inorganike. Sa më shumë që demineralizohet, aq më shumë rritet shkatrimi i strukturës së dhëmbit, ka prej zmaltit tani kalon dentin, e prej dentinës tani afrohet deri në pulp ose në popull që njihet si nerv. E ky mekanizëm zakonisht pacientët lajmërohen vetëm kur kanë dhimbje. Kur kanë dhimbje në shumicën e rasteve, me pas fatin e mirë që dhimbja është e shkurt, spontane kur pin ftoftë ose diçka, i bën që është reversibile që ajo hiperemia. Riçakullimi i gjakut çat pjesë për ngacmimit, por ajo kalon me kohën. Nëse në rastet kur kemi që ka përfshi edhe nervin apo pulpën e dhëmbit, atë na nevojitet trajtime odontike e të tjera. Tjetër problem shumë të madh që kemi është gjakosi e mishit dhëmbëve. Këta ne njohim si inflamimi i gingivës. Është stadi primar fillestar që është gjakosia fillestare. Normal nuk duhet me gjakos. Mirë, po si çdo pjesë tjetër e organizmit, edhe në këtë rast edhe mishi i dhëmbëve është integruar. Në momentin kur kemi një ngacmim, këtë rast që e pllaku dental që u grumbullu, bakteriet që kanë me prodh, toksinat e tyre, organizmi ynë ka më nxit me kriju mekanizmin mbrojtës ndaj atyre. Ky mekanizmi mbrojtës ka me riçarkullimin e gjakut, rrjedhimisht nëse e vren aty, kur ankohen pacient, shenjat thotë këtu po më skuqet mishi i dhëmbëve, po më gjakos kur piloj dhëmb, edhe e kam një lloj edeme kur ta prek, një faj ajntje. Këto çdo mekanizme janë mekanizma bazë të organizmit tonë që dojnë me luftu çat në këtë rast infeksionin. Edhe gabimi më të madh që e bën njerëzit është kur fillojnë mu gjakos dhëmb mishi i dhëmbëve, atëherë ata nuk vazhdojnë më tutje, edhe e shmongin zakonisht atë pjesë. Këtu tash në këtë rast na vetëm ja kemi dhënë mundësi më tepër mikroorganizmave më shumë më zhvillu. Në kushte normale aty do të përdor vetëm brusha më e butë, me kujdes veçantë dhe brenda një jave në kushte normale do të mos qetësojë inflamacion. Nëse nuk qetësohet, atëherë do të më kërku ndihmë të stafi profesional, këtë rast në klinika stomatologjike të tjera. Tjetër shqetësim që kemi te njerëz, sidomos të kohëve të fundit është çështje estetike e dukjes e pamjes dhëmbëve. Sigurisht stili jetës e ka bot vetën, mënyrat ushqimi, pijet e gazuar të tjerë, e kanë rrëqet predispozitën për depozitim të ngjyrave ndryshme në dhëmb, ose çaj rusit të tjerë. Edhe pacientët zakonisht e kanë shqetësimin kryesor këtë pamjen estetike, por nuk e di që mbrapa aty ne mund të fshihet tani edhe një problem shumë më i madh. Me fjalë tjera, këto janë disa nga smundjet që jasim sot më shumë në klinikë. Doktor, i përmende brushat, edhe the brusha më të buta, që i vjet që ka lloje të ndryshme të fijeve të brushave, apo jo? Cilat janë edhe realisht qysh me ditë na cilën me përdor? Sigurisht. Atëherë si gjithçka tjetër, falë shkencës zhvilluar shumë, kanë dalë edhe disa opsione edhe për brushat. Zakonisht ndarja klasike është në ato soft, medium edhe hard, ose të buta, mesatare dhe të forta. Çka është e rëndësishme, para se me zgjedh brushën e dhëmbëve, zakonisht zgjedhet medium. Për në raste specifike, ta nxjerrim me kërkyer një intervenim kirurgjik, ta nxjerrim largimin e një ciste, ose apikotomi ose diçka, tash preferohet me qenë shumë e butë për shkak se çato lezionet e para që janë, që ka filluar u mbyll plaga, mos pilon duhet që me rifillu tani edhe një herë ai procesi i shërimit. Në kushte normale të njerëzve të zakonshëm duhet me qenë brusha mesatare. Përveç brushës, më shumë ka rëndësi tani mësën kozgjatja edhe teknika e pastrimit të dhëmbëve. Shumica në rasteve na i dëgjojnë zakonisht fëmijët kanë tendencën me na hek qafa ashtu kur fillojnë për 1 minutë i pastrojnë krejt dhëmb, që nuk është e mundur. Domethënë spaku duhet 2, 3 deri në 5 minuta.
Dhe pastaj teknika pastrimit të dhëmbëve nuk bëhet horizontal në këtë formën e sharrës, mirë po bëhet vertikal ose në formë rrethore. Pse bëhet kjo? Për shkak se dhëmbët tona shqetësin strukturën e dhëmbit tonë, te çofa e dhëmbit është mishi i dhëmbit, është i vendosur. Kësaj në terma shkencore them papilla interdentale, është pjesë e gingivës. Edhe në kushte normale dhëmbët pastrohen sipërfaqen e jashtme, mirë po shumë vështirë mi pastru sipërfaqen mes dy dhëmbëve që gjendet. Në shumicën e rasteve depozitohet çdo ushqim edhe fillon keq ato problemet inflamimi i gingivës. Tani me kalimin e kohës, me qenë se organizmi lufton gjatë gjithë kohës, fillon edhe mishi i dhëmbëve të rriqet lart, atrofia e gingivës. Me kalimin e kohës, kur të rriqet mishi i dhëmbëve, krijohet një xhep aty. Sa më shumë që krijohet ky xhepi paradontal, veç na janë shfaq shenet e paradontopatisë, tani ka mbubu edhe një gur aty brenda. Zakonisht në popull nuk shkemi largu gurë, se thonë që bëjmë dhëmbë më të fortë, që është gabim sigurisht. Guri me fjalë të tjera është një plak dental, një substancë e butë, mbetje e ushqimit, e cila ka qëndruar e tillë për 12 deri në 14 ditë. Masi shfaqet që kjo, me kalimin e kohës, që aparati mbështet që ka mbajtur dhomin vital të shëndetshëm, që gingiva që të mishi i dhomit, kocka që rrethon përreth, me kalimin e kohës fillojnë të rriqen këto. Sa më shumë që të rriqet kocka në këtë rast, gingiva, mishi i dhomit e të tjerë, dhëmbët fillojnë edhe lëvizin. Vjen stadiet të fundit paradontopatisë, stadin e 4, kur dhomin e kemi shumë shëndetshëm, nuk ka karjes në këtë rast, mirë po dhomi ka filluar të lëvizë edhe në këtë rast tani mos ne veç ekstraksioni. Pra me fjalë të tjera, sigurisht çështja e pastrimit, rol të madh ka edhe pastat që përdoren. Kryesisht në treg kemi lloje ndryshme të pasta, jo domosdoshmërisht më ashtra tash më e mira, mirë po ideja është që duhet me pa përmbajtjen e tyre edhe për çka përdoren. Shumicën e rasteve sigurisht që propozohen pastat e dhëmbëve që përmbajnë flor, për shkak se flori e shkakton rimineralizimin e zmaltit edhe defektet parsore që janë shumë të vogla për synin e njerit, por me kalimin e kohës në të ardhmen potencialisht kanë më njolla karioze, kjo i parandalon. Edhe tjetër që është me rëndësi, në kushte normale pastat e zakonshme kanë 3 përbërës. Përbërësin e florit, që është në shumicën e rasteve si natrium florid. Tani masani ka përbërësit abraziv. Te përbërësit abraziv janë kryesisht silikatët, por tani masani me kalimin e kohës janë zhvilluar shumë, tash kanë dalë kristalet e hidroksilapatitit. Në këtë rastet zakonisht kjo përdoret te fëmijët e vegjël, të cilët nuk e kanë zhvilluar malahat vetë dijen që pastrohen dhëmbët edhe përbin pastën. Nëse përbihet për një kohë shumë gjatë, atëherë mund të shkaktojë dëm, rritja sasisë florit te fëmijët, kështu që tash ka dalë kjo zhvillim më i fundit. Edhe detergjentët që përdoren zakonisht janë silikon SS, silikon silikat. Pra me fjalë të tjera, më shumë është e rëndësishme teknika pastrimit se sa të zgjedhet pasta, varësisht sigurisht pasta në bazë të kërkesave që ka pacienti. Për shembull, në rastet kur kemi lezione ulceroze në hapësirën e gojës, në këtë rast në gjuhën, faqen, mukozet të tjerë, nuk preferohet më përdor kjo me hidroksilapatit, do të më përdor kjo tjetra me flor. Pra ka secila ka atë specifikën e vet. Por në kushte normale, domethënë në shumicën e rasteve më e rëndësishme është teknika pastrimit edhe kozgjatja. Kur jemi doktor te teknika dhe kozgjatja, po sa renditje preferohen me u pastru dhëmbët? Domethënë, a është kjo vetëm 2 herë në mëngjes në mbrëmje apo janë disa ushqime të cilat më pas e kërkojnë që me u pastru dhëmbët? Në kushte normale sa më shumë që pastrohen aq më mirë. Për shkak se në aspektin teknik. Pra nuk ekziston ajo teoria që nëse pastrohen shumë shpesh ka me fillu me u zbut materiali dhëmbëve, gjithçka çështu e ndëgjojmë në popull që nëse pastrohen shumë shpesh më pas dobësohet materiali dhëmbëve. Kjo është gjysmë e vërtetë. Më të vështira mi konfirmuar në jetën kudo qoftë është gjysmë e vërtetë, se ato që janë të vërteta është shumë lehtë më eliminohen. Në parim sa më shumë që pastrohet mekanikisht kjo mbetja e ushqimit, rrjedhimisht na e ulim gjasën për mu bërë një plak dental, rrjedhimisht i karjes. A do thotë kjo me teorinë që thonë që gjyshem ka pi 100 vjet duhan edhe i ka pas këtë dëmt? Në jetë edhe në shkencë sigurisht është e rëndësishme predispozita për një smundje, qoftë ajo gjenetike që e ke ose faktorë që ndikojnë. Në kushte normale nëse për shembull kancerin e marrim, kretë ata që pinë duhan, kur shkon mikqyra ata 90%, 95% janë konsumues duhanit. Është dikush që ka pi 100 vjet duhan edhe nuk e ka rrok, po është për jashtim. Po për atyre që janë të smut, kur shkon mbi vet, ata kanë edhe të dhomna e kemi njën. Sa më shumë që pastrohet është aq më mirë. Çka duhet me pas kujdes te rasti ju i shqetësimi ju që thësht, brusha mos më qenë shumë e fortë. Edhe pastrimi mos më qenë i vrullshëm, bile si praktik, preferohet që gjithmonë pastrimi i dhëmbëve mu bë me dorën jo dominante që ki. Për shkak të forcës më pak që ushtronte në dhomë. Në kushte normale, nëse një brushë e fortë ka me ngacmu mishin e dhomit, me kalimin e kohës mishi i dhomit ka më të rek, gingiva. Edhe kjo tani e bën atë domin tjetër. Mirë, po në kushte normale, sa më shpesh që pastrohet, preferohet spakun
perëndime preferoj që spaku njerë në 6 muaj me shku në një pastrim profesional. Pse është i rëndësishëm pastrimi profesional? Për shkak se njollat e buta na më larguar të shtëpia me brusha të zakonshme. Mirë, po në rastet kur formohen ato konkremente subingivale na që i qym ose çato gurt, tani do me pas aparaturë të posaçme për mi largu çato gurt. Sa më gjatë që qëndron guri te qafa e dhomit, ose kur te jaka këmishës, aq më shumë kam bëj presion mbi dhomit më të rrek. Edhe vjen një kohë ku ai dhomi ka me lëviz. Pra me fjalë të tjera, pastrimi nuk i dëmton, për dallim për shembull për zbardhimit të dhomëve, që tani ka disa kritere që mos me keq përdorë ose me përdorë atë shumë për një kohë shumë të shkurtër, por te pastrimi nuk ka problem. Jemi te pastrimi i dhëmbëve dhe kisha dashur me unal te përdorimi i fillit dentar. Sa është i rëndësishëm dhe sa është i preferueshëm realisht filli dentar? Ose penjat që njihet në popull që përdoren? Besoj që tash fatmirësisht në Kosovë dhe janë zhvilluar përgjithësi jeta, po edhe janë përmirësuar kushtet e të tjera, edhe njerëz kanë filluar mi përdorë këto pejtë dentar. Këtë është shumë të rëndësishme. Në zakonisht në klinikë kur vijnë pacientat edhe fillojmë ja shpjegojmë këtë. Aty edhe hasim thotë po s'kemi dëgju çka bën kjo, mos po ma lëndon mishin e dhomëve të tjerë. Në kushte normale secili dhëm, po mundom gjithmonë po flas me terma shumë konkret që veçanë pranueshëm për publik. Në kushte normale secili dhëm, po rreth shafës vet, rreth 2 mm e ka të lirë mishin e dhomit. Shtina i thep sulcus gingival, mekanizëm mbrojtësi i organizmit tonë, ku gjatë gjithë kohës sekrecion lënë gjatë aty që me pastru qëtë hapësirën. Nëse ngec ushqimi mes dy dhëmbëve, që shta me brushti mund të me pashtu sipërfaqen e jashtme vestibulare që i thoj, po kontakti mes dhëmbëve është shumë vështirë mu pastru. Në këto raste pejtë dentar është i domosdoshëm, se ti nuk mundesh me largu qatë mbetjen e ushqimit që ka mbetur mes aty. Sa më shumë që përdoret peni dentar, aq më në këtë rast higjiena dentare është më e mirë edhe rrjedhimisht edhe i shmon nga do shkaktimin e smundjeve. Nëse po i pastrojmë dhëmbët, fillin dentar, a me e përdor para pastrimit me brush apo pas pastrimit me brush? Si është e preferueshme? Tash në kushte normale, gjithmonë preferohet, por kjo nuk është strikte, se nuk është ndaj shkencë eksakte, preferohet që një me po pastrimi me brush, tani masën e me fillin dentar, për shkak se teknikisht mundesh me pa më mirë se ku të ka mbet, ku ka ngecë në ushqim. Se sa na sjelltas, mirë po kjo sigurisht është çështje praktike që është zgjedh paciente. Nuk ka rëndësi veçantë. Po, se fillin dentar realisht i mundesh me përdorë edhe në restorane dhe kudo pas ushqimit e jo domosdoshmërisht brushën e dhëmbëve. Sigurisht, sa më shumë që bëhet shpërija është më mirë. Një problem tjetër që e atakon kavitetin oral ose gojën, po themi, është era e gojës, që shpeshherë është jo e këndshme. Cilat janë shkaktarët që vijnë edhe sjellin realisht një person deri te ajo era e pakëndshme e gojës? Po. Sigurisht janë disa faktorë që ndikojnë te shfaqja e erës së keqe të gojës, zakonisht dëgjohet në popull. Dy faktorë janë kryesorë, faktorët lokale dhe faktorët sistemik. Përjashtojmë faktorët sistemik, ku sigurisht do të më marrë specialistë e fushave të tilla, që mund me pas probleme me traktin gastrointestinal, ose me mëlçinë e të tjerë, diabetin, këtë acidozën. Na po flasim kryesisht për çështjet faktorët lokal. Pra, ose keni një problem sistemik që era e keqe e gojës, ose është problemi lokal. Problemi lokal kryesisht shkaktohet nga grumbullimi i pllakut dental. Në sipërfaqe se zakonisht është shumë vështirë mu pastro. Në dhëmbët që janë shumë brapat, te dhëmbit tetë që njihet në popull, për shkak se zakonisht zhvillohet refleksi i vjelljes, edhe pastrimi me brush nuk bëhet në mënyrë adekuate, sa më shumë që qëndron me dekompenzimin e mbeturinat të ushqimit nga bakteret, ato sigurisht i çlirojnë ato toksinat e tyre. Sa më shumë që çliron toksinat e tyre, rrjedhimisht ka me dhënë edhe qeterën e pakëndshme. Tani mund me pas dhëmb karioz, që kanë mbet për një kohë gjatë që kronik. Po ashtu mund me pas tani mëse në raste më të rënda gingivitu ulceronekrotik, që e them që është një stad shumë i rëndë i gingivitit, shkaktohet nga bakteret Borrelia vincenti, është edhe actinomycosis, edhe tjerë, po me fjalë të tjera, ose janë faktorët sistemik ose faktorët lokal. Shumicën e rasteve duhet me shku me këshyrë te stomatologu që më eliminu çdo faktorët lokal. Nëse edhe pas eliminimit faktorëve lokal, edhe me përdorimin e shpërlarsëve të gojës, që shumicën e populli i dëgjon se klorhexidin ose listerin ose të tjerë që kanë përmbajtje ose peroksid hidrogeni. Nëse vazhdon të shkë problemi edhe pas një javë, atëherë duhet më kthyer me konsultu për smundje sistemike. Pra, edhe kur dhëmbët i kemi pothuajse të mirë mbajtur mirë dhe vazhdon era e gojës, më pas shkaktarët mund të jenë diku tjetër, jo domosdoshmërisht tek dhëmbët. Doktor, sa herë vet i preferoni vizita tek dentisti? Po flas në rastet kur pacienti nuk ka dhimbje, mendon që i ka dhëmbët e shëndetshëm, por a ka një rregull që ata duhet ta ndjekun që varësisht pse janë mirë, ato duhet të shkojnë dhe të kontrollojnë dhëmbët? Në kushte normale është shumë e rëndësishme për shëndetin e njeriut është një makinë që mirë mbahet çdo ditë.
nëse jo edhe për çështjen e stomatologjisë ose dëmëve, është mirë që njëri ko pas ko me boni check-up edhe me këshirë këto gjendjen e tij të përgjithshme. Secilën smundje, nëse nxjerrim stadiet e para të asaj smundje, gjasat për përmirësim, trajtim të mirë adekuat dhe rrjedhimisht edhe jetesë më kualitative të pjesa mbetur e jetës është më e madhe. Në këtë rast të stomatologës, si praktikë ndërkombëtare, është të bëhet kontroll një herë në 6 muaj të stomatologut. Jo domosdoshmërisht tash me marrata strikte kur bëhen 6 muaj në ditë, po edhe në atë rastin tjetër s'kam dhimbjes, po shkoj tash një 3 vjet. Për shkak se çfarë do ndryshimi që mund me pa, po sigurisht që secila smundje ka të specifikat e veta, po imagjino ti menzoni një smundje kanceroze, në stadiet e para në gojë, tash e mjeku rastësisht të shkon kontroll. Sigurisht që çat kualitetin e jetës që kemi pas në çat rast kur e diagnostifikon edhe trajtimin e merr adekuat, imagjino ku nëse shkon 3 vite me vonesë ose 5 vite. Pra ka një rëndësi shumë të madhe. Kushte normale, në praktikat, shumicën e praktikave vendeve europiane bëhet kontroll çdo 6 muaj. Por sigurisht sipas nevojës tani në bazë të dhimbjes, ankesave tjera që ka pacienti. Doktor, përveç mirëmbajtjes dëmëve, kisha dashur më ndal pak te shkaktarët që janë prezent për prishjen e dhëmbëve, pra që ja shkaktojnë prishjen e dhëmbëve. Cilat janë këta shkaktarë më të shpesh që vjen deri tek prishja e dhëmbëve? Në kushte normale, nëse kishim me definu kariesin, është një smundje që shkaktohet për shumë faktorëve, që kryesisht në bazën e kanë të ëmbël. Pse? Se që ajo është ushqimi për bakterje që kanë më zhvillim në të. Teorit, ka shumë teorit zhvillimit kariesit, sigurisht, po faktori kryesor janë ushqime shumë të ëmbla, pjetë e gazuara që rritin aciditetin, pastaj shprehjet e këqija që unë e pas, edhe kualiteti i jetës e të tjerë. Në kushte normale, nëse flasim për shembull ta nxjerrim para 100 viteve, nuk kanë ekzistuar fare antibiotik, më shumë se 80 janë zbulu. Mirë, po njerëzit nuk kanë ndjek, për shkak se tani organizmi fillon e përshtatet me çdo ndryshimet që kanë ndodhur. Tash me kalimin e kohës, stili i jetës, ngarkesa në punë, streset, shto këto ushqimin adekuat, mungesën e aktivitetit fizike të tjerë, edhe kur ta shek kjo tabulla plotësohet komplet për me shkaktuar një problem. Te shumica e rasteve të kariesit, nëse ja merr anamnezën pacientëve, kryesisht janë konsumus shumë të ëmbëlsirave, të pijeve të gazuara e të tjerë, edhe higjiena jo e mirë ose shprehje të mira, për shkak që nuk i pastrojnë rregullisht. Sidomos preferohet që mu pastro sidomos natën dëmt, se për shprehjes ndoshta për presionet psikologjik që e kemi që ditën mu dok bukur me kolege, në punë, në stafe, në jetë, në kontakte me njerëz, mirë po për kaona shëndetësore, stomatologjike, më e rëndësishme është mu pastro dhëmbët në mbrëmje. Për shkak se gjatë ditës ne jemi aktiv, ushqemi, rrjedhimisht ky ushqimin që e marrim natë shërben në një lloj pastrimi për dhëmbë. Rrjedhimisht edhe sasia e pshtymës që sekretohet gjatë ditës është më e madhe se në mbrëmje natën kur jemi pasiv. Edhe organizmi ynë ka krijuar çashtu mekanizme që kjo pshtyma gjatë gjithë kohës ka mi lubrifikuar dhëmbët edhe me bos përfaqe më të lëmushme që mos më mbet ushqimi. Ndërsa na sjellës mbrëmje jemi më pasiv, jemi në gjumë, edhe rrjedhimisht ato mbeturia të ushqimit që kanë qenë i jep mundësinë më shumë baktereve, në këtë rast dominoj streptokoku mutans, mirë po edhe laktobacille që të zbërthejnë këto ushqime rrjedhimisht të ta japin efektin më të madh ata. Për ta efektin më të madh që në rastin konkret për ne i bën që është e dëmshme dhe shkakton karies. Nëse një dhëmbë nuk arrin që të mjekohet, nuk arrin që të shërohet, ai vetëse largohet. Largimin e këtij dhëmbi ose mënyrat se si zëvendësohet ky dhëmb, cilat janë? Tash në kushte normale është suksesi i stomatologut është sa dhëmb i ka pacienti në gojë e jo sa i ka në dru. Gjithmonë është tendenca ku do në botë vlerësohet shumë jashtë, por besoj që edhe në Kosovë ka me kalimin e kohës me vlerësu me mundun gjitha format që me mbajt në gojë dhëmbin tonë që është natyral. Sigurisht, në rastet prishjeve të karieseve fillestare, ne mujmë i kompenzu me blomba, me kompozita. Nëse ka shkuar prishja shumë thellë, atëherë mujmë trajtu trajtime endodontik, keni dëgjuar për popull që thënë ato gjilpona që. Nëse edhe aty nuk ka një ndryshim të madh, një lezion periapikal, periapex është zhvilluar për një kohë shumë të gjatë dhe nuk ka mundësi mu trajtu në mënyrë manuale, atëherë është qëndron edhe apikotomia, është një procedurë kirurgjike minimale, që largohet pjesa e rrojës e infektuar dhe mbetet dhëmbi yt. Nëse gjitha këto opsionet bien poshtë, atëherë rekomandohet ekstraksioni ose dhëmbi është shumë i shkatrum, domethënë. Tash për kompensimin e dhëmbëve të humbur kemi disa le ta quajmë metodë ose mënyra që kompenzohet. Varësisht për fushës ku është e përfshime, shumicën e raste sigurisht për kompensimin e dhëmbëve kujdeset protetika, po së bashku edhe me kirurgji, janë disa opsione. Opsionet më klasike janë që mund me vendos kuror, mund me vendos një ur,
sigurisht është fatmirësisht materialet janë zhvilluar shumë edhe nuk kanë edhe janë biokompaktibile, nuk japin reagim me mishin e dhomit e të tjerë. Po ashtu në raste të caktuara mund me vendosë edhe implante, kështu që zgjedhja është një gomë pak më gjerë. E ku është dallimi mes urave dhe implanteve? Në kushte normale, në kuptimin klasik të urës, do të mi pas 2 shtylla për me mbajt diçka të varën. Edhe të dhëmë tonë, në kushte normale, nëse i kiti 2 dhëmë, mungon një hapësirë në mes. Këta dhëmë që i kjo anësht, këta dekortikohen, që në gjuhën e popullit gryhen 1.5 mm, edhe pastaj vendosen këta antarët e kapun, 3 antarë, edhe vendosen këta. Pra, për një dhëmë vendosen 3 i bia. Sigurisht po. Domethënë 2 dhëmë të tu që janë shtyllë, edhe ky që po të mungon. Tash nëse të mungojnë 2 në mes, bën 4 dhëmë të tjera. Në kushte normale, kjo, ndërsa sa i përket implante është procedurë krejt tjetër. Sigurisht është ajo dilema madhe që a ma mirë një implant me vendos a një urë. Janë shumë faktorë që ndikojnë. Në kushte normale, procedura e urave është procedura është më thjesht, kryhet më shpejt, nuk kërkon ai ekip shumë më specializuar e të tjerë, po sigurisht që ka specifikat e veta. Mangësitë e saj ose kufizimet e saj që me kalimin e kohës, 7 dhëmë shtyllë që janë, për shkak të rritjes forcave gjatë kafshimit, i bjen që këta nuk e mbajnë vetëm vetën, do të me mbajnë edhe diçka shtesë. E që kjo me kalimin e kohës mund me zgjeru që hapësirën për rreth rrënjes dhëmit, që na e quajmë periodoncium, edhe mund me ardhur të fillon lëvizjen dhëm, tani të mençjet. Ndërsa në anën tjetër i kemi implantet, nëse kushtet predispozitat e kockës janë të mira, atë preferohet implantet. Pse? Se nëse gjatësia e kockës është optimale, gjerësia është optimale, po ashtu e kemi edhe densësinë e kockës, atëherë implanti vendoset vetëm çatë hapësirë ku të mungon dhëmi. Vetëm një dhëmë, bibia. Po, vetëm një dhëmë dhe nuk dëmtojnë këta dhëmbët që janë fshin që quajmë në agonist. Në rastin konkret, veç tash karakteristikët e implantit, nëse ekzistojnë çdo predispozitat, sigurisht që zgjedhja më e mirë është implantin. Te gjatësia në kushte normale edhe te urat e gjithkund tjetër, pse na e kemi shprehur këtu në Kosovë që shkem te mirë veç ku na dhem dhomin, por në kushte normale si kalojnë 5 deri në 7 vite, është mirë një konsultim, nëse jo me rifresku hapësirën nëse kanë mbet. Ndërsa implantet e kanë një gjatësim pak më të gjatë, që mund me qenë 15 vjet, 20 vjet edhe më tepër. Përparësia e implantet, thamë është që nuk do mëtohet dhëmë tjerë, vendosë vetëm dhëmi që të mungon, procedura sigurisht duhet më kryer për kirurgë, protokollet me ndjek. Por megjithatë pak limite, se ke aty të kocka me pa kocka nëse i plotson kushtet për me u bë vendosja e implantit ose jo. Sigurisht. Prandaj në kushte normale te urat, ligji më klasik i mundshëm, do të me këshirë që 2 dhëmë që janë anash, a mundet me bajt edhe një tjetër, nëse shprej me gjutë popullit. Ndërsa te implantet, është këtë forca që ati dhëmit, ka mu bajt te roja dhëmit. Këtë rast roja neve na mungon, që a implantet që vendoset në kockë, varsisht sa milimetra për hapësirës ku është. Vendoset tash, sigurisht ka lloje ndryshme të implanteve, por në kushte normale vendoset që a implanti, pritet deri në 6 muaj apo integrohet, bazë aty në karakteristikave që i ka. Edhe mas 6 muaj, nëse gjithçka ka shumë mirë bëhet një rentgen, konfirmohet që integru mirë, nuk ka në shqetësim në diçka, tani pjesa vendoset pjesa sipër me çështje kurore që e shohim na. Edhe në kushte normale që do të vetëm te implantet do me pas çdo karakteristikat shtesë, çdo predispozita që duhet me analizu tani. Për shembull te është duan pirës kronik, a ka një smundje kronike, mosha pacientit, aftësi rigjeneruese, shumica e rasteve për shembull arsyeja që mund me eliminu është diabeti pa kontrolluar e të tjerë. Kështu që nëse konfirmohen këto opa tjerë, sigurisht që implanti bëhet zgjedhje më e mirë. Në rregull. Doktor, kujdesi për dëm fillon që në fëmijëri. Kur është mosha e duhur për me fillu fëmiu mi pastru dhëmbët? Nëse shprehemi bukfalisht i bën çfarë ditë që lind fëmia. Sigurisht që besoj për njerive të përgjithshme edhe dini që dhëmbi i parë i çumshit fillon rreth 6 muaj me dal. Mirë po, prej kur lind bebe, gjatë ushqimit me çumsht nanës, është mirë që t'i bëhet masazh e mishit dhëmbëve. Pse është karakteristikë që mundet me mbet një sasi e çumshit, mu fermentua ajo edhe rrjedhë mish me shkak të probleme. Tani kur fillon 6 muaj dalja dhëmbëve të çumshit, sigurisht që tani do të më kujdeset. Mosha 6 muaj tash është shumë e vogël, por çfarë të shqetësimi që shep prindit e fëmijëve që nuk po ndihet mirë ose diçka, është mirë me konsulton. Deri në 2 vite e diçka përfundon cikli i dhëmbëve të çumshit. Edhe fillon edhe fëmia bëhet më hiperaktiv dhe ka mosha 3 vjeçare është mirë që tani më mësu me bruçe dhe me pastë. Sigurisht për fëmijët e vegjël ka pasta speciale, që them këtë sasinë e florit e kanë ose shumë të vogël ose e shmangin krejt, për shkak se ata nuk e kanë instiktin me shpërlar gojën, por zakonisht e përbin. Kur bëhet mosha 6 vjeçare, që është shumë e rëndësishme, zakonisht në klinikë gjithmonë ja tërheqim vërejtjen pacientëve, është njerëzit mendojnë se tani masanej edhe disa dhëm kanë mundru prapë. E në moshën 6 vjeçare fillojnë dalin dhëmbët e përhershëm, i pari del mbrapa këtu, molari.
edhe pastaj me kalimin e asaj, në moshën 6 vjetë e gjys 7 dalin për dhëmë përpara incizivët e të tjerë. E zakonisht prindit duke mos qenë të informuar, mendojnë që ai mbrapa që është ka mundru një kohë. Moshën 6 vjeçare dhe kemi fatkeqësisht kemi pacient që kur vjen klinik, për shembull 8 vjet, 9 vjet, edhe ka të shkatrum stadet më të mëdha të prishjes dëmit gjashtë. Tash na jemi në dilemën e madhe, mundohemi me çdo kusht sigurisht me trajtuar dhe me mujt me rujt atë dëmin, për shkak se çta më lart e parë kur dalin janë kushti elementar për arritjen e okluzionit, sti raportit ndërmjet ndofllave që i kemi. Rrjedhimisht nëse largojmë në moshë shumë të re, atëherë edhe gjasat janë shumë të mëdha, me gjas do të keq rregullime të okluzionit të raportit ndoflla mes vete, edhe e prandaj na insistojmë tani mëse me rujt me çdo kohë. Mirë po i ka specifikat e veta, për shembull secili dhëm, si kuriozitet, secili dhëm që del në gojë duhet edhe 3 vite me përfunduar rronja e tij. Rrjedhimisht është terapi krejt tjetër, është pak munduese për pacientët, duhet marrë disa herë çdo 3 muaj, 6 muaj me konfirmu apo shkon gjithçka në rregull, që deri kur ta arrin çat moshën 3 vjeçare prej kur ka dalë në gojë, në mënyrë që me përfunduna me mbyll, me obturu në mënyrë definitive, tani me vendos për kuror ose diçka tjetër. Pra kur ta shen kështu në mënyrë përgjithshme, çfarë do shqetësimi që ka pacienti, çfarë do moshë, sa do e vogël që është mirë që më konsultoj te stomatologu e të tjerë. Është karakteristikë në besoj që e keni vrejt, sidomos kohëve të fundit, është quhet baby bottle caries, është e fëmijët e vegjël, dhëmbëve të shumshit, edhe zakonisht kretë dhëmbët i kanë të prishur në alt. Ajo ndodhet në gjuhën angleze një jetë kështu, ndodhet për shkak të ata përdorin biberonin për një kohë shumë gjatë. Pikërisht këtu desha me ndalë. Edhe shumshit që e marrin, logjikisht kur tash zakonisht dhëmbët e sipër janë dëmtuar. Për shkak se fëmijët e kanë instinktin e thirrjes, kur marrin shumshit e marrin gjatë natës biberonin, sasia e qumshtit që mbetet në gojë, e cila nuk përbijet, fermentohet deri në mëngjes. Rrjedhimisht rritjet e aciditeti edhe shkakton që të kariesin cirkular. Në ofllën e poshtme, zakonisht dhëmbët nuk janë të atakuar për shkak pozitës që e ka gjuha, se instinkti i thirrjes që e bllokon, i mbron incizivët e poshtme edhe të buzës që e ka. Pra, nëse e shet, ndonse në popull njihet ajo se s'ka rëndësi se i ndrohen ta dhëmbët, ka shumë rëndësi për shkak se kur fillojnë mu ndru arku i dhëmbëve, ata kanë me dalë në bazë një predispozite që kanë për hapësirën e daljes. Nëse një dhëmbë i qumshtit në kushte normale duhet mu ndru në 8 vjet, nëse u ndruaj në 6 vjet, 5 vjet, atëherë çata hapësirën mes dy dhëmbëve ka filluar u mezializuar, mu mbyll hapësira. Kur don me dalë dhëmbi i përhershëm, nuk ka hapësirë mjaftueshme. Tani me gjasa e ka me qenë ektopik, ose ka me dalë jashtë, ose suprapozicion, ose infrapozicion. Çfarë do opsioni ose inklinim, e kishe shumë dhëmbë që janë të rrotuar, të inklinuar të tjerë. E çka bëni më pas në këto raste? Çka preferohet për atë fëmijë me bën rastet kur dhëmbët dalin në pozita jo të duhur apo themi? Po. Tash në kushte normale, moshën 6 vjeçare tham fillojnë dalin dhëmbët e përhershëm. Ka mosha 12-13 vjeçare veç përfundon cikli ku përfundon dalja e dhëmbëve të përhershëm. Në këtë rast kemi shumë opsione që përdoren zakonisht në stomatologji, ku i kemi aparatet mobile, ortodontike, tani mëse ato fikse, tash më kanë dalë edhe këto Invisalign, Transpacorrect edhe të tjerë. Por në kushte normale, tash varësisht prej llojit të çrregullimit që e ka pacienti, tani zgjedhet edhe rasti adekuat. Kemi disa raste ku noflla e sipër me ngec në zhvillim. Rrjedhimisht e ka disproporcion që raporti me nofllën e poshtme, edhe keni vrejt disa pacientë që nofllën e poshtme kanë qitur më jashtë. Në kushte normale dhëmbët e sipër i mbulen dhëmbët e poshtëm. Kemi disa pacientë që kanë të kundërt, dhëmbët e poshtëm i mbulen dhëmbët e sipër. Ka fshimi i çrregull, që është klasa 3. Tash varësisht prej këtyne, qoftë anomali e pozitës dhëmbëve, këtë rast një dhëmbë është i rrotuar, i inklinuar ose të tjerë, këto tani përdoren aparate mobile kryesisht, në fillim në moshat më të reja, për shkak që ala është që kjo modifikimi i kockës alveolare është në rritjen e zhvillim. Rrjedhimisht nëse një kocka sipërme është me ngushtë e cek, nëse përdoret aparatet mobile, zakonisht kanë shumë efekt, se moshën 12-13 vjeçare veç janë në zhvillim, edhe shohim që me kalimin e kohës, bos gjerimi noflës krijohet hapësira e dhëmbëve, edhe që ajo dentësia që ka qenë mbivendosja e dhëmbëve një mbi një, ato krijohet hapësira tani më vendos krejt. Varësisht për rastit, sigurisht tani mëse në moshën 13-14 vjeçare, nëse indikohet nga specialisti ortodoncistë, tani mëse mundet me bëu edhe aparate fikse, që në popull njihen si vendosja e gurëve, që sigurisht ato tani mëse kërkojnë, i kanë specifikat e veta që është shumë vështirë me mbajtë higjienën orale, qasja është shumë e vështirë, duhen brusha speciale të tjerë, po që mundet me bë zgjedhje. Ndërsa kur kemi raste të çrregullimi më të lehta të formës së pozitës, këto mundemi me bë tani mëse qoftë me kompozita, vinjes mos me dëmtu strukturën e dhomit, ose me këto Invisalign që janë Transpacorrect.
Doktor, jemi vetë në fund të emisionit edhe dishta më ju pyet çka është një si fenomen po e quaj, gjatë natës disa persona i kërcosin dhëmbët. E pse ndodh kjo? Në terma mjekësor kjo njihet si bruksizmi. Janë shumë faktorë që e shkaktojnë. Po kryesisht është ankthi, stresi, ngarkesat e tjera ose pa çrregullimi i gjumit e të tjerë. Këta pacientë kanë tendencë, zakonisht bruksizmi është i dy llojshëm, është i vetëdijshëm, ku zakonisht kur jemi zgjut, dhe i pavetëdijshëm kur jemi duke fjetur. Më i rrezikshëm është i pavetëdijshëm, për shkak se shtrohet një forcë shumë e madhe që në kushte normale është shumë vështirë e përballueshme për dhëmbët. Edhe nëse e shihni ata pacientë me kalimin e kohës, tan klinikë si të vjen, kur hap gojën e shef që dhëmbët e ty kanë një lloj atrazioni, kanë filluar mu argju dhëmbët e ty në për shkak të forcës shumë të madhe që kanë pas. Përveç të dhëmbëve që e bën që largohet një pjesë e strukturës dhëmbëve, që me gjas me kalimin e kohës ai ka me fillu me ndjet ftoftin nxehtë se vetëm nga afër nervit. Problem tjetër te ta është edhe çrregullimet që paraqiten te muskujt e fytyrës, muskujt mastikator. Nëse shohin ata zakonisht pacientët thotë nuk e di kur çohem mëngjes jam shumë i lodh, edhe më dhamin zakonisht ata ankohen për muskujt e faqes, muskujt mastikator. E në rast të matrona tani mund me shkuar te çrregullimet e nyjës temporomandibulare, që tani janë një kompleksitet shumë më e madhe dhe shumë më i vështirë, që sigurisht që trajtohen edhe ato. Mirë po, në to raste shumicën na propozojmë që me vendos splinta mbrojtës, me vendos retajnerat që njihen në popull si retajnerat e plastikës, në mënyrë që me amortizu qëtë shtypje, qëtë presja. Doktor, krejt në fund cila është këshilla juaj për gjithë ata që na ndoqën, duke marrë parasysh që të kenë gjithmonë në rand të parë kujdesin ndaj dhëmbëve, jo veç një buzëqeshje e bukur që mund ta shohin të tjerët, po themi. Sigurisht që unë e mirë kuptoj që globalizmi dhe kjo interaksioni i madh që ka ndodhur në botë, edhe mënyra e shpërfaqjes edhe ekspozimit u bë shumë e madhe. Bota është një fshat i vogël që sigurisht që është në Prizren, sigurisht që është në Prishtinë, në Tajland ose ku ta di në Etiopi. Edhe që këtë sigurisht që ka rritat presionin e qasjes më do bukur e të tjerë. Sigurisht që është shumë e rëndësishme, se edhe ja na bën mundi mirë të ndihemi të pranueshëm e të tjerë. Mirë po duhet një sistema shumë ka funksionin nga ajo që na bën të ndihemi rahat dhe shëndetshëm. Sigurisht që njerëzit kanë me kërku qasje ndryshme, forma ndryshme me mirëmbajt, po këshilla ime është shëndeti është diçka që në kushte normale do të më mirëmbajt çdo ditë. Nuk do të më marr si i mirëqen. Unë them kushte normale ta nxejmë për një sekond da 1 milion leukocite ku ta di, ose çdo moment na mund me pas një arrest kardiak ose ku ta di. E tash në çet kontekst e shet që vetë kur ti smundi ose kur ke psuçat problem, tani mos e shet që nuk u kone mirëqen që ajo me marrë. Tani mos me bën një ndryshim, do shta mush me rrotullu botën brapsh, por nuk mundesh me ndryshu asnjë qelis vetme. E ideja është i paraprim këto. Sigurisht që dikush beson në Zot, dikush në fatet e tjerë. Fati është shumë i rëndësishëm, se kur kemi lind kemi pas fat, po ideja është që të predispozitën që varet prej neve, të paktën, për shembull kujdes për ushqimet tamla, mos me pijet gazume. E të tjerë mundohemi ta bëjmë maksimumin. Pjesa tjetër tani sigurisht që janë edhe faktorë gjenetike të tjerë që ndikojnë krejt. Po këshilla ime është domethënë mirë mbani çdo ditë shëndetin, çdo ditë në shëndetshme është e bekuar sigurisht. Doktor, unë falenderoj shumë për gjitha informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne. Kënaqësia është e imja. Faleminderit. Të dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin për këtë shtunë. Unë ju falenderoj për vëmendje, deri të shtunën e ardhshme, mirupafshim.